Pse më ke ngacmuar gruan, mësohet motivi plagosjes me armë në Allias. Një ngjarje e rëndë u regjistrua mëngjesin e dieshëm në kryeqytet, konkretisht në Allias, ku një 31 vjeçar u plagos me armë zjarri në zonën e Alliasit në kryeqytet rreth orës 7:50. Shtetasi Corrado Teodori, 38 vjeç, plagosi në kohë me armë zjarri fqinjin e tij Sandrino Baci, 31 vjeç. Bëhet e ditur se i plagosuri dhe autori janë komshinj me njëri tjetrin dhe më herët nuk kanë pasur konflikte. Nga hetimet paraprake dyshohet se i plagosuri ka ngacmuar bashkëshorten e autorit. Sandrino Baci sapo ishte kthyer nga Italia, ndërkohë arma me cilën është qelluar është pistolet, e cila ende nuk është gjetur, teksa autori është aratisur menjëherë pas ngjarjes. Autori Corrado Teodori ka vëzhguar për disa minuta Sandrino Bacin në banesë. Sapo ky i fundit ka dalë e ka ndjekur deri tek rruga, aty ku edhe debati ka nisur me tone të ashpra pasi Baci ka mohuar që të ketë ngacmuar bashkëshorten e Corrado Teodorit. Pas disa minutave, Teodori e ka qelluar me armë në pulpën e këmbës 2 herë Bacin dhe më pas është larguar.